Përshëndetje nga recetat e erëzës. Për këtë recetë të shijshme dhe plot vlera ushqyese do të na duhen thjerza, karrotë, qep, hudhra, patate, salcë tomateje, erëza të ndryshme, ujë, po ashtu edhe gjethe dafina. Fillojmë duke prerë qepën dhe hudhrat holl. Pastaj presim patatet dhe karrotat në kubik të vegjël. Në një tenxhere do të zim thjerzat për vetëm 5 minuta. Në një tenxhere me pak vaj ulliri, kaurdisim qepën dhe hudhrat derisa ato të zbuten. Tek qepa do të hedhim edhe pak krip. Thjerzat që zjem për 5 minuta do t'i lëm në një enë tjetër. Tek qepa do të shtojmë karrotat dhe patatet dhe i përzim ato për disa minuta. Më pas salcën e domates, pastaj do të shtojmë thjerzat, pak krip, piper, gjethen e dafinës, do të hedhim ujë derisa të mbuloj të gjithë përbërësit, në rastin ton 1 litër. Do ta lëm të zjenjë për rreth 25-30 minuta derisa gjithçka të bëhet e lidhur dhe e butë. Dhe ja ku e kemi një pjatë të ngrohtë, të shëndetshme dhe perfekte në çdo vakt. Ky ishte gatimi i sotëm nga kuzhina e erëzës. Nëse të pëlqeu, mos haro të lësh një like dhe të bësh subscribe për më shumë receta të thjeshta dhe të shijshme. Faleminderit!